Në vijim të festivalit ndërkombëtar të bandave frymore Lulu Fest në Korçë, u zhvilluan masterklasa profesionale me pjesëmarrjen e instrumentistëve dhe dirigjentëve nga Shqipëria, Italia, Kroacia dhe Kosova. Këto sesione trajnimi u kthyen në një hapësirë bashkëpunimi dhe shkëmbimi përvojash mes artistëve të rinj dhe mjeshtrave të muzikës frymore. Sapo fillova që të bëj mësim me këta nxënës të ri, janë shumë studentë entuziastë, shpresoj që do ta kenë një të ardhmë shumë të mirë. Po besoj me punën e tyre, me këto masterclasset besoj që do të jenë shumë të nevojshme edhe për ta, po është edhe një eksperiencë shumë e mirë edhe për mua. Në përgjithësi do ta ketë, domethënë punën, studimin, edhe aty është qelsi, interesimin. Nxënës të shkollave të muzikës në Korçë patën mundësinë të mësojnë nga afër teknikat avancuara interpretimi dhe drejtimi, duke u frymëzuar nga eksperienca e artistëve ndërkombëtar. Unë kam gati rreth 5 vjet që merrem me klarinetën, e kam zgjedhur për arsye sepse që kur isha i vogël unë dëgjoja shumë klarinetistë ndryshëm, me botë, domethënë dhe me bagazh të madh, dhe prandaj nisa këtë rrugë. Më ka shërbyer shumë për arsye se më ka treguar shumë teknika, domethënë mënyrë e trajtimit të veprës, mënyrë e perceptimit si perceptohet vepra. Masterclassat u zhvilluan me synimin për të forcuar edukimin muzikor, për të nxitur talentet e reja dhe për të vijuar traditën e pasur që Korça ka në fushën e artit frymor, një trashëgimi që Lulu Fest synon ta ruajë dhe ta përcjellë brez pas brezi.